Në konferencën për inteligjencën artificiale për vendet në zhvillim e mbajtur në selinë e OKB-s në Bangkok, CEO i Acromax Aldornini prezantoi moderatorën virtuale Aquila dhe prototipin e monitorimit të sistemit të drejtësisë me inteligjencë artificiale i quajtur brenda kompanisë Robocop. Pjesa qendrore e prezantimit ishte modeli i monitorimit të sistemit të drejtësisë që mundëson analizimin e vendimeve të policisë, prokurorisë dhe gjyqtarëve në kohë reale, duke identifikuar mospërputhje me ligjin dhe procedurat. Sistemi është projektuar të jetë i aksesueshëm jo vetëm për institucionet mbikëqyrëse, por edhe për personat e akuzuar dhe familjet e tyre. Kemi prezantuar një prototip të sistemit që ne kemi dhënë emrin Robocop, i cili shpresojmë se një ditë do përdoret për të identifikuar se cilët persona duhet të arrestohen apo duhet të lihen të lirë nga policia dhe mos të ketë më ndikimin e korrupsionit në ato institucione. Gjithashtu kemi prezantuar edhe diçka që do vi për tregun shqiptar së shpejti, shpresojmë javën që vjen. Ajo quhet Aquila dhe Aquila është një moderatore e një emisioni i cili është krijuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe jo vetëm pamja dhe studioja, por dhe gjërat që ajo i thotë janë bërë mendime në inteligjencës artificiale. Prezantimi në OKB vendosi këtë projekt në kontekstin e diskutimeve ndërkombëtare mbi rolin e inteligjencës artificiale në forcimin e institucioneve dhe rritjen e besimit publik, veçanërisht në vendet në zhvillim. Shpresoj që ky takim dhe informacionet që kemi shkëmbyer këtu do na ndihmojnë që në të ardhmen të kemi gjithashtu edhe mbështetje ndërkombëtare për projektet e Acromaxit, të cilat janë specifikisht gjithashtu edhe të destinuara për shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri dhe Kosovë, por edhe në të gjithë botën.